Sot në 18 komuna të Kosovës është zhvilluar raundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Pas mbylljes së vendvotimeve janë publikuar rezultatet e para nga exit pollët. Në Prishtinë, kandidati i LDK-s përparim Rama po kryeson me rreth 54% të votave, ndërsa Hajrullah Qeku i Lëvizjes Vetëvendosje ka marrë rreth 46%, kjo sipas exit pollit të UBO Consulting të prezantuar në RTV Dugagjini. Sipas të njëjtit exit poll, në Prizren Shaqir Totaj duket se ka fituar edhe një mandat e ri, duke marrë rreth afër 57%, kundrejt Artana Braçin nga Lëvizja Vetëvendosje me 43%. Në Gjakov, Ardian Gjini del fitues me 58.3%, kurse kandidati i Vetëvendosjes Ardian Gola ka marrë 41.7%. Exit polli publikuar nga T7 për garën për kryetar të Mitrovicës së Jugut e nxjerr fitues Arjan Tahiri nga PDK me 50.9% të votave, ndërkaq Faton Peci i Vetëvendosjes ka 49.1%. Sipas exit pollit të T7, në Pej Gazmet Muhaxheri i LDK-s ka siguruar fitoren me 59.5%, ndërsa Tauland Kelmendi i LVV-s ka 40.5%. Një rezultat tjetër i rëndësishëm vjen nga Gjilani, ku Alban Hyseni i Vetëvendosjes arrin mbi 58% të përkrajes sipas të njëjtit sondazh. Duhet të theksojmë se këto janë rezultate preliminare të bazuara në exit polle. Rezultatet zyrtare do të shpallen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas numërimit të gjitha votave. Për më shumë informacione, vazhdoni të klikoni portalin telegrafi.com.